për të ngjitur më në fund aty ku prej dekadash, shekujsh e kërkon amaneti i Skënderbeu dhe Ismail Qemalit dhe ku patjetër e meritojnë fëmijët tanë dhe gjeneratat e tjera. Dhe çdo vendnumëro për Shqipërinë sot është rënje e trendit të rritjes ekonomike dhe e fuqisë vendit nesër për të vazhduar të jetë tërheqës, të jetë dinamik dhe të jetë i respektuar ndërkombëtarisht. Rreziku që ne të bëhemi irrelevant është real. Dhe kur them ne, kam parasysh vendin tonë. Ndërkohë që jemi më relevant se asnjëherë dhe mund të bëhemi ende më relevant. Pse i them këto? Le ta nisim spari dhe si gjithnjë nga vetja, sepse e vërteta është që ky nuk është një udhkryq dilemash strategjike apo raportesh të ndryshuara të forcave, po është një udhkryq mjegullash, botë kuptimore dhe erësh artificiale, që rrezikojnë të na mpinë, na çorodisin dhe të na ngatrojnë pastaj me këmbët tona. Gjë që ka ndodhur më parë dhe u ka ndodhur më parë, jo vetëm këtu, po dhe në të tjera vende partive të mëdha, kur kanë ngatruar sensin e madhësisë dhe të forcës tyre me thellësinë e sfidave dhe peshën e përgjegjësisë tyre. Dhe sot po sprovohet faktikisht aftësia jonë udhëheqëse, pjekuria politike dhe shoqërore, e para e familjes sonë politike, po dhe e krejt vendit, pikërisht kur duhet të ngjitemi ende më lart. Dhe kur tani më diferencën midis pikës ku jemi dhe pikës ku duam të rrinë e bën çdo detaj dhe e bën çdo ditë në mënyrë se si ne e shfrytëzojmë ditën. Nuk është e lehtë të ngjitesh nga një humner dhe të vish në një normalitet që ne e bëm me shumë vështirësi, por është ende më vështirë që të ngjitesh më lart sot dhe po të shohësh edhe dinamikën dhe natyrën e sfidave në procesin negociatave, kjo bëhet edhe më evidente. Sepse çdo hap i ri vjen me një sfidë të re më komplekse se sa ajo më pashmja. Dhe për këtë duhet shumë përgatitje.